lëkurën tuaj prej acideve gërryes, por të njerëzve toksik. Dikush që sa po ju ndihmoj të flisni keq për dikë, do t'ju ndihmoj një person keq të flasi keq për ju. Mirëmbrëma, mirë se po qëndroni me 99 pyetje me Almirën. Do t'jemi këtë mbrëmje me Iva Vaso. Mirëmbrëma. Mirë se u gjej. Mirë se erdhe, Iva. Iva, çfarë mendimi ke për prindrit, të cilët shkupusin gërma nga personaliteti i tyre, nga emri i tyre për të krijuar një identitet të ri? Mendon që lidhja raportit dashurisë do forcohet si asnjëherë më parë? Ka një dëshirë për vazhdimsi ndryshe? Si e dëshifron, Iva? Duke qenë se unë jam dhe prind vet, edhe mendimi më i parë shkon tek Iva prind. Po ti do një përgjigje për Ivën fëmijë tashmë. Për Ivën fëmijë, pikërisht për emrin që u formsua nga shkronjat e babait. Si e ke dëshifruar? Si e kam dëshifruar? Kur ke filluar tritash? Patjetër që dhe unë si çdo fëmijë që pyet prindrit e tij apo të saj që po emri im çfarë kuptimi ka, ose si ma keni vendosur emrin. Edhe i matë më përgjigjet që emri im është një emri jot, ndjes, është një rrjedhoj e emrit tim, ose nuk po më vjen fjala e dur, po një trajt e bashkuar e emrit tim. Dhe me thënë të drejtën, ato momente nuk e kuptova. Nuk e kuptova, por pak më vonë, ose më saktë nuk e kuptova, nuk e mora siç ma tha, si çdo fëmijë. Vite më vonë pastaj kam kuptuar edhe nga raportet e mia me timat, edhe vajzat janë shumë të lidhura me baballarët, kam kuptuar në fakt që e ka pritur me shumë dashuri ardhjen time, si çdo prind, nuk diskutohet, por më lejo të tregoj një histori të shkurtër, duke qenë se unë kam qenë fëmia i parë nga të dy familjet, dhe nga imat edhe nga IMM, dhe kuptohet tash edhe tradita jonë shqiptare që fëmia i parë mirë do ishte që t'ishte djalë. Mirë po unë dola vajzë. Se planojnë akoma sot, Mirë po, është e vërtet. Mirë po unë linda vajzë, edhe në fakt edhe një vajzë prindrit e mi janë shumë të bukur, kanë qenë akoma dhe më të bukur të ri. Dhe me ç'duket unë nuk i përmbusha për çmëritë e gjyshërve të mi për të lindur një fëmijë shumë i bukur. Po linda një fëmijë i vogël në peshë, i imët, i mcake, pak e zezë me shumë flok, unë të zezë në lëkurë flas. Dhe fakti që imat më dha emrin e tij, atëherë do të thotë për mua që ai e ka pranuar me shumë dashuri ardhjen time. Ja, kjo ishte. Okej, tani, cilat bim apo lule do merrje nga kodrinat e Elbasanit? Për të më përgatitur një eliksir të bukurisë si ato të mamave apo gjysheve tona. Kësaj pyetje nuk di ti përgjigjem, por kam një përgjigje tjetër që më lidhet automatikisht me fëmijërinë time. Pra nuk kam emra bimësh të t'i jap nga kodrinat e Elbasanit, sepse unë kam një eksperiencë tjetër me kodrinat e Elbasanit dhe unë do të sillja vetëm një degu liri. Unë jam rritur në fakt në Elbasan nga gjyshrit e mi, dhe shpesh im gjysh, i cili ishte gjahtar, edhe kishte atë arkën e tij të madhe me municione, me armën e gjahut që unë shpesh edhe e ndihmoja ose bëja sikur e ndihmoja për ta pastruar, për ta sistemuar. Jo radhë herë më merrte me vete kur gjuante. Edhe në ullishtat e Zeranikës, edhe unë kam kujtime shumë të bukura atje, dhe unë do të cilja një degu liri. Mirë, eliksiri jetës mund të konsiderojmë vajin e ullirit. Vaji i ullirit ka veti shumë të mira për lëkurën, por unë do këshilloja të mos përdoret siç është, sepse mund të ketë aciditet. Okej, nëse do të referoheshim këtij që shitet sot, është një çik. Jo, duhet jetë i rafinuar, pa aciditet, dhe pastaj ai ushtron gjitha vetit ushqyese për lëkurën. Iva Vaso, si e përjeton një studente e vitit të 4 të mjekësisë momentin kur e kupton se çdo prekje në lëkurë është një akt përgjegjësie? Atëherë, unë po marr pak kohë këtu
para se ti përgjigjem pyetjes tënde, që të bëj një përshkrim të shkurtër të Ke edhe 97 të tjera. Ashtu një përshkrim të shkurtër të Ivës, domethënë profesioniste. Unë kam studiuar për kimi dhe farmaci në domethënë respektivisht në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe në Fakultetin e Mjekësisë. Kam punuar rreth 10 vite si farmaciste në fushën e farmaceutikës dhe si një farmaciste dhe kimiste e dashuruar me të bukurën dhe me praktikat e kozmetologjisë. Ju futa shkollës për dermoestetik, pranë në Tirana Aesthetic and Style School, një shkollë 2 vjeçare ku pas mbarimit të studimeve aty qëndrova për 6 vjet si pedagoge në lëndët kimi, kozmetologji dhe modulet e degës estetik dhe nutricion. Gjatë këtyre 6 viteve, rruga ime ishte gjithmonë ka të bukurës dhe sigurisht duke qenë dhe një studente e Fakultetit Mjekësisë e diplomuar aty, unë përqafova mjekësinë estetike. Mirë po, si një njeri shumë i përgjegjshëm që jam, që mendon që rruga e drejtë është gjithmonë ajo e duhura, atëherë unë vendosa që ti futem dhe studimeve në Fakultetin e Mjekësisë për ta përmbushur tashmë këtë profesionin tim dhe për ta quajtur të plot. Absolutisht nuk mendoj që do më bëj profesioniste më të mirë. Fakti që unë po ndjek studimet në Fakultetin e Mjekësisë, do të thoja që është diçka e dyzuar, sepse është edhe një ëndër e vjetër në fakt. Unë kam dashur gjithmonë të studioj për mjekësi, por si një vajzë farmacistësh, drejtimi im ishte i orientuar. Absolutisht, unë mendoj që studimi dhe edukimi në vazhdim gjithmonë ne na bëjnë të rritemi më shumë. Dhe çdo prekje e jona për të përgjigjur pyetjes tënde të jetë gjithmonë sa më shumë profesionale dhe gjithmonë në shërbim të asaj çka ne si profesionistë së bukurës duam të arrijmë. Iva, tani do të shkojmë në një nga vendet më të bukura në Firenze. Do të shkojmë virtualisht, pikërisht tek Profumo di Santa Maria Novella. Ti e di besoj që atje ke dëgjuar që është një ndër farmacitë hipnotike. Nuk është një farmaci, dua saktësisht ta cilësoj si origjina e sapunëve të mbështjell Hall, të punuar me dorë, e kolonjave, e purive dhe kremrave të cilat ndoshta nuk gjenden as në dyqanet më luksoze të New Yorkut. E mendon veten tani në këtë dhomë? Po, e vendos veten aty edhe me atë kuriozitetin tim duke jo vetëm nuhatur aromat e ndryshme të produkteve kozmetike aty, por dhe duke dashur të pyes vazhdimisht me çfarë është e formuluar kjo, apo me çfarë është e formuluar ajo, apo duke u përpjekur me anë të shqisës së nuhatjes që të provoj dhe veten, po kjo çfarë mund të ketë brenda. Mirë, çfarë rehatie ka në lëkurën e dikujt që dashuron, Iva? Lëkura e dikujt që dashuron është rrezatuese. Jo vetëm lëkura e dikujt që dashuron, sepse nuk është vetëm dashuria, ose dashuria patjetër është një nga ato emocione që e çon krejt organizmin në shpërthim, por edhe lëkura e dikujt që është i lumtur në një çast të caktuar, lëkura e dikujt që mendon pozitivisht, lëkura e dikujt që ndihet mirë në këtë lëkurën e vet, është rrezatuese. Dhe ka dhe një shpjegim fiziologjik për këtë. Kam kohë ta them apo kemi dhe 90 pyetje tjera? Nëse është i shkurtër. Ka të bëjë me sistemin e qarkullimit të gjakut. Sa herë që ne jemi të lumtur, që kemi adrenalin të mirë në organizmin ton dhe ato hormonet e lumturisë, gjaku jon lëviz më shpejt dhe vjen në periferin dhe ushqen qelizat e lëkurës. Dhe lëkura jon merr atë ngjyrën e saj të trëndafilt edhe shkëlqimin dhe rrezatimin. Shumë e bukur. Një kimiste si Iva, cilët ka përbërësit e saj të preferuar? Ato ingredient që unë dashuroj në fakt dhe që jo vetëm i këshilloj, por jam edhe shumë e vërtet duke i përdorur dhe vetë në lëkurën time, janë vitaminat, vitamina C, vitamina E, grupi vitaminave B ose vitamina B3 dhe B5 specifikisht, nikotinamidi dhe acidi panthotenik, acidi hialuronik, ceramidet, patjetër që edhe ingredientët e tjerë, por që
këto hynë në lëkurën tonë nëpërmjet injeksioneve, pastaj sikurse janë polinukleotidet, egzozomet, aminoacidet. Këto janë ingredientët që unë dashuroj. Okej. Në shumë vende të botës, Iva mendohet se një vajzë duhet ta tregojë lëkurën e saj vetëm kur të martohet. Je dakord? Je kundër? Çfarë mendimi ke? Jo, nuk jam absolutisht dakord. Unë mendoj që martesa nuk hyn fare, nuk duhet të hyj fare në këtë temë. Një vajzë ose një njeri më saktë, sepse domethënë vlen dhe për djemt. Duhet ta tregoj lëkurën e saj deri në atë pikë që ajo ndihet mirë ose ai ndihet mirë. Pra të shfaq ato pjesë të trupit të saj apo të tij që e bëjnë të ndihet mirë. Çka do të thotë? Nëse unë ndihem mirë e mbërthyer deri në fyt, është shumë okay. Nëse dikush tjetër ndihet mirë me një dekolte ndoshta edhe të egzageruar, është prapë shumë mirë. Dhe martesa nuk hyn këtu. Kritika duhet krijuar Iva edhe kur mungon? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Unë në fakt mendoj që është shumë e rëndësishme kritika, por varet se si merret. Ka njerëz që e marrin kritikën në mënyrë pejorative, dhe të tjerë e marrin pastaj në mënyrë pozitive, apo në mënyrë konstruktive. Kur pra unë do të thoja që duhet jemi pak edhe psikolog me bashkëbiseduesit apo me të afërmit apo me miq tan, në sensin që kur ti e kupton që ky njeri ka ende rrugë për të bërë me veten, ndoshta kritika nuk i vlen, por i vlen një shtys, një lëvdat. Patjetër. Ndoshta domethënë e përkor, por i vlen. Në ato momente kur ti e kupton që një person që ke pranë mban dhe atë kritik do ta kthej domethënë në diçka konstruktive, atëherë jepe. Shumë mirë. Pse dërgoni budallëjnë të gjykojnë punën time? Ka thënë Michelangelo. Sot bota ka më shumë Adamër apo Eva? Kush e udhëheqin botën sot? Adamët apo Evat? Kush e udhëheq botën sot? Bota sot është bërë një kaos i vërtet. Unë do të thoja që bota sot udhëhiqet nga energji të cilat ne nuk po e kuptojmë dot. Ose më saktë, është shumë e vështirë që të kuptohen. Unë nuk e di se çfarë përfundimi do të ketë kjo, se patjetër që do të ketë një përfundim. Ka nisur gjithçka me Adamin me Evën, siç duam të besojmë, apo siç na është bërë të besojmë. Unë nuk mendoj që ka nisur gjithçka me Adamin me Evën. Adami dhe Eva janë figura letrare, biblike, dhe të tilla janë. Bota sot udhëhiqet keq në gjykimin tim dhe jo nga njerëzit e dur. Nuk dua të spekuloj në termat budallej apo jo, duke u nisur nga thënia e Michelangelos, mos dërgoni budallej që të gjykojnë punën time. Nuk dua të aludoj këtë, po në gjykimin tim dhe në mendimin tim, bota sot po udhëhiqet keq dhe nga një grup njerëzish që në fakt vetëm budallej nuk janë, por shikojnë ngushtësisht interesat e tyre. Vajzat shqiptare, Iva, janë më të bukura para apo prapa pas ndërhyrjeve estetike? Ke prekur një temë që do duhet bënim një emision vete për këtë. Atëherë, shkurtimisht, ndërhyrjet estetike, të çfarëdo lloj natyre, qofshin këto minimalisht invazive, siç janë injeksionet, apo invazive, siç janë ndërhyrjet kirurgjikale, jo gjithmonë vinë për keq, sikurse jo gjithmonë vinë për mirë. Patjetër që kanë ndihmuar jetën dhe vetbesimin e shumë grave dhe meshkujve. Pra, unë nuk jam për të radikalizuar domethënë një procedurë të caktuar, është vetëm e mirë apo vetëm e keqe. Problemi është kjo procedurë është një armë në duart e profesionistëve, sikurse çdo procedurë tjetër. Dhe varet se si përdoret, se si këshillohet të aplikohet. Sikurse po thoja që këto ndërhyrje kanë rregulluar jetën, vetbesimin e shumë njerëzve, sikurse edhe e kanë prishur atë. Mesazhi im shkurtimisht është drejtohuni tek profesionistët për çfarëdo lloj ndërhyrje, në mënyrë që të ruhet natyraliteti dhe bukuria dhe të rregullohen ato problematika që janë vërtet shqetësuese. Mirë, po e thon kështu në vijat përgjithshme, mendon që vajzat shqiptare janë të bukura? Absolutisht. Vajzat shqiptare dhe gratë shqiptare janë shumë të bukura. Janë shumë të bukura. Ne në fakt jemi një popull i bukur. Okej, dhe
Do t'ishte kaq e nevojshme që të rendin? Jo gjithmonë, absolutisht. Sepse duket që trendi është vetëm në rritje dhe vajzat e vogla adoleshentet sikur tek adoleshentët nuk marrok fare, domethënë perceptimi që të bëjnë ndërhyrje, absolutisht nuk duken më të bukura. Vajzat e vogla duhet të shijojnë dhe të tregojnë bukurinë e tyre natyrale sipas moshës që kanë. Okej. Mirë, Iva Vaso, përpara se të ekzaminoni trupin e një pacienti, jeni e durueshme për të mësuar dhe historinë e tij? Gjithmonë. Të saj? Gjithmonë. Kjo është pjesë e protokollit tuaj, është pjesë gjithmonë pjesë e protokollit tim. E natyrës tuaj edhe si person që ke dëshirë fillimisht të dëgjosh mbi problematikat mbi historinë, më pas fillosh ekzaminimet dhe trajtesat? Gjithmonë është pjesë e protokollit tim ku unë e quaj konsulta e parë. Konsulta e parë është pjesa më e rëndësishme, madje edhe me studentët e mi që trajnojnë në akademi e përcjell me shumë kujdes këtë gjë. Konsulta e parë është esenciale për disa arsye, sepse ti vendos një marrëdhënie me pacientin apo klientin, domethënë mund ta quani si të doni, një marrëdhënie njerëzore. Është shumë e rëndësishme që të vendosësh një marrëdhënie njerëzore, sidomos në ato profesione ku pritshmëritë janë shumë të mëdha. Dhe ky profesioni jon, që në fakt nuk bëhen as sa gishtat e duarve, ato profesione ku ne kemi kontakt fizik me pacientin. Dhe pritshmëritë rriten përtej. Kështu që konsulta e parë është shumë e rëndësishme që unë të njoh aq sa duhet të njoh në aspektin njerëzor dhe pastaj në aspektin estetik, mjekësor, sëmundje nga cilat vuan, pra ti kupton shumë nga konsulta e parë për të arritur qëllimin estetik, por edhe për të kuptuar çfarë nuk duhet bërë te ky pacient që ndoshta vuan nga disa sëmundje ku ato domethënë trajtime që kërkon janë të pamundura që të kryen. Kimia që funksionon tek një pacient mund të mos funksionojë për tjetrin apo jo? Sepse mjekësia dihet që ka kushtet e saj. Absolutisht është e vërtet. Në profesionin tim unë mundohem të jem gjithmonë korrekte dhe profesionale, absolutisht, por ne nuk, domethënë sa do profesionistë të mirë të jemi, ne nuk shpëtojmë dot nga njerëzorja. Dhe absolutisht unë jam natyrë që i besoj shumë energjisë. Dhe mendoj që me moshën kam filluar dhe ta lexoj atë tek njerëzit. Kështu që është e pamundur që t'i shpëtoj kësaj. Ja, për shembull, në momentin që na u takuam dhe i dham dorën njëra tjetrës, unë ndjeva një energji të mirë te këtë. Po ta kisha ndjerë të keqe, nuk do ta përmendja këtë gjë. Faleminderit, gjithashtu. Mirë, termi farmako mjedisor synon të trajtoj ndikimin mjedisor të barnave, të cilat u jepen njerëzve edhe kafshëve në doza terapeutike. Është një term të cilin ti aplikon ke hulumtim ndoshta më të thellë, mendon që duhet përdoret, duhet ketë një tjetër vëmendje? Unë mund të them që ligjërisht ekzistojnë struktura të cilat merren me akumulimin e barnave, sidomos sepse problemi është barnat që skadojnë, nuk janë barnat që konsumohen. Në momentin që ti konsumon barnat që kanë ambalazhime të ndryshme, qofshin këto në flakon apo në blistra, këto pastaj janë si mbetje që procesohen nga plerat, dhe është krejt jashtë të farmaceutikës, por ajo çka ka rëndësi është ku shkojnë barnat që skadojnë, ku brenda këtyre blistrave, kontenitorëve, flakonëve ka përmbajtje kimike, ka solucione kimike, apo tableta që kanë lëndë kimike, këto ku shkojnë. Tash ligjërisht këto duhet të merren, të akumulohen nga agjenci të posaçme, të zbërthehen, të groposen etj. Në vendin tonë, realisht unë nuk e di se sa mirë bëhet kjo dhe me se sa rigorozitet zbatohet kjo, uroj që të bëhet. Kaq informacion kam. Mirë, Iva, unë jam e predispozuar të bëj shumë rrudha mimika. Flas me duar, flas gjithë, e kupton besoj, ë? E kuptoj një çik. Po duken të bukura. Duken bukura. Duhet bërë botox patjetër për rrudhat e mimikës për të shmangur ato, apo lexohen edhe bukur? Absolutisht jo. Absolutisht. Kjo fjala duhet nuk mund të ekzistojë në këtë fjali. Në këtë konsultën e parë që ne cekëm pak më herët, unë pyes pacientin. Sa i hapur je ndaj injeksioneve? Dhe në momentin që pacienti thot
jo, nuk jam e hapur ose i hapur ndaj injeksioneve, biseda jon fillon dhe mbaron aty. Dhe shikoj mënyra alternative se si ti zbusim këto linja shprehie. Nga ana tjetër, unë nuk jam dakord që nëpërmjet këtyre injeksioneve të zhduken krejtësisht rrudhat e shprehisë. Dhe unë e them gjithmonë, rrudha shprehie kanë edhe fëmijët tanë kur qeshin. Pra, nuk duhen zhdukur krejtësisht, sepse ato janë një shenjë jete në fytyrën tonë. Kështu që mbartin histori. Mbartin histori. Mirë, cili është skin boosteri më i fuqishëm për rigjinerimin e lëkurës? Skin boosterat më të fuqishëm për rigjinerimin e lëkurës duhet të përmbajnë acid hyaluronik, polinukleotide, egzozome dhe kolagen patjetër. Mirë, revolucioni i lëkurës për gratë në një farë forme mori jetë të vërtet me Mariah Carey. Sepse Mariah Carey është konsideruar gjithmonë si një vajzë e mirë, vajzë besimtare, ndërsa në vitet 90 ajo pati dhe ajo ato shpërthimin e saj, duke qenë se Mariah konsiderohej si vajzë model në një farë forme ndryshe nga Madonna, që ishte më rebele e rrezikshme, dhe vajzat, adoleshente dhe të rejat filluan që ta marrin si etalon. Në Shqipëri mendon se kemi vajza të tilla, pra nëse një vajzë e cila konsiderohet, vlerësohet nga masa, nëse ajo bën diçka një ndërhyrje, bëhet më pas një model në një farë forme revolucionare për vajzat e tjera. E kuptoj. Tani unë nuk e kam ndjekur shumë, me thënë drejtën, këtë rrugtimin e Mariah Carey, se nuk hyn në atë sferën e këngëtarëve të mia të preferuara. Ti është quajtur nga shoqëria e kohës, është. Por duke u referuar shoqërisë shqiptare, për shembull, unë do të sillja një shembull të një vajze të ekranit që i ka qëndruar bukur ekranit gjithmonë, dhe për mua ajo është Valbona Senemllari, që i ka qëndruar bukur ekranit, duke frymzuar bukur me mënyrën se si e ka ruajtur bukurinë e saj natyrale. Fatkeqësisht do të thoja që nuk besoj që është marrë shumë si shembull dhe model nga vajzat shqiptare, sepse me ç'kuptoj unë edhe nga këto rrjetet sociale, edhe që orientimi është ka femrave që egzagerojnë, një çigrave apo vajzave që egzagerojnë në pra nuk se këtu duhet ndajmë edhe çfarë quhet mbajtje e lëkurës. Mbajtja e lëkurës nuk janë injeksionet volumizuese apo të dukemi pa rrudha apo A është një rrugë pa kthim për to, në sensin që kohë mbas kohe, vit mbas viti injeksioni duhet të ndajmë llojet e injeksioneve. Injeksionet fillers, pra volumizues, përmes acidit hyaluronik të kryqëzuar, në fakt është një rrugë pa kthim nëse abuzohet. Është një rrugë pa kthim, dhe këtë na e kanë treguar fytyra shumë të njohura, imazhe shumë të njohura edhe në arenën ndërkombëtare. Donatella Versace, për shembull, që sado që u ristrukturua, po themi, përsëri origjinaliteti i saj ka humbur. Pra është një rrugë pa kthim, dhe këtu do të ngrija një piket shumë të rëndësishme. Bëni kujdes sepse ka procedura të cilat janë të rrezikshme, janë rrugë pa krye. E kuptoj. Iva Vaso, cila është pionerja e kujdesit personal, ajo e cila mund të ta quajmë që edhe të ka inspiruar ndër vita? Unë në fakt përpiqem mos kem idhuj. Por absolutisht kam njerëz që më kanë frymzuar, edhe kam njerëz që dhe me këtë rast i falenderoj. Përsa i përket profesionit të farmacistes, unë falenderoj nënën time. Është ajo që më ka frymzuar shumë, jo vetëm profesionalisht, por edhe në dimensionin njerëzor. Unë jam futur shumë e vogël në farmaci, në fakt, fëmijë kam qenë, edhe e shikoja se si lëvizte, se si fliste me pacientët, sa mirë sillej me ta, sa ndihmuese ishte, dhe unë besoj që ka vënë themele shumë të forta tek unë për çdo profesion, domethënë dhe për profesionin tjetër që erdhi mandej. Kështu që mirë, tani do të falenderoj ti më. Cila fjalë ose fjali shprehje e cila është përkthyer gabim do të mund të fillonte një luftë? Ndjes. A fillon do të lufta me një fjali? Nuk besoj. Se ta ktheva në pyetje, por unë në fakt që janë ndaluar dhe pushkatime vetëm për një presje, ti e di, ë? Absolutisht po, dhe kjo më erdhi ndërmend në fakt, dhe kjo më erdhi ndërmend. Fjalia e famshme e carit të Rusisë, por
Unë nuk besoj që luftrat fillojnë nga një fjali, as mbarojnë me një fjali. Luftrat kanë një background të thelluar që fillojnë, dhe kjo nuk është vetëm tani, po kjo është që nga antikiteti, ose qysh se ka lindur me njerëzimin. Lufta është një narrativ, nuk është një fjali. Dhe ne po e kuptojmë shumë mirë sot që edhe ekuilibrat politik janë hapur tashmë për masën e gjerë, duket sikur nuk ka më sekrete, ose janë shumë të vogla sekretet ndërshtetrore që shpërruan. Pra, lufta nuk fillon me një fjali, absolutisht. Lufta fillon nga ambicjet dhe nga plane të mirë caktuara. Okay. Tani, unë e di që ti ka shkruar, ke përkthyer po ashtu, sapo e prekëm më lart, do ta kesh ndiku nga ato shënimet e tua, apo diku tjetër, një vjersh nga ato tuat, një poezi, një strof, pasi vjershat i kam shkruar në fillore. Pikërisht, një poezi. Kështu që nëse e ke let, mundemi që të recitojmë diçka? Unë përkthej për qefin e shpirtit tim. Okay. Edhe shkruaj për qefin e shpirtit tim, dhe sidomos shkruaj në ato momente kur jam e trishtuar apo në dhimbje. Okay. Dhe gjej rastin në këtë momente që të them që poezia më ka, ajo poezi që shkruaj unë, ashtu si e shkruaj, shpeshherë jam rikthyer dhe për ti edituar kohë më vonë, dhe më ka ardhur keq ti editoj, sepse në çdo varg ka qenë një emocion dhe një përjetim. Okay. Është një poezi që titullohet 33 emrat e Zotit, që është unë e dua shumë, realisht. Poezia është nga Margaret Yourcenar. Unë po lexoj 5 vargjet e fundit, ndoshta. Gjumi i paqt në shtrat, një i verbër që këndon një ninull për fëmijën e qalt. Kali që rendi lirë, zonja me kone. Devet që shuajnë etjen tok me të vegjlit e tyre në çurgun e rallgjendur. Rrezet e para që përshkëndrisin mbi liçenin gjysmë të akullt. Vetëtima e heshtur, shkreptima buçice. E bekuara heshtje mes dy miqve. Një zë jehon kahlindja. Deporton veshin e djathtë, bëhet këngë. Faleminderit Iva. Mirë, sa shpesh problemet në fytyrë janë në fakt një klithm asaj që kemi për brenda? Pothuajse gjithmonë. Okay. Lëkura jonë është një vigjilente e përsosur e çdo çekuilibrimi apo patologjie që ndodh në brendin e organizmit tonë. Okay. Pra, lëkura ka gjuhën e saj, që ne duhet të dimë ta lexojmë dhe ta kuptojmë. Pse kallot janë më shumë se një problem estetik? Apo na thërret trupi, po na tregon trupi për një mbrojtje të cilën ne nuk po e kuptojmë? Absolutisht. Kallot janë në fakt, lëkura, që është sistemi jon imunitar jo specifik, me komplet ambientin e jashtëm që na rrethon, lëkura në fakt, në momentin që ka një presion mekanik, aty ku formohet kallo, fillon dhe shpeshton veten e saj. Kuptoj. Duke shpeshtuar veten e saj, ajo do të prodhoj më shumë qeliza keratinocide, lëkura do të trashet aty, do të forcohet, pra hiperkeratinizim quhet termi, në mënyrë që të mbroj artikulacionet, enët e gjakut, fijet nervore që ndodhin aty. Pra nuk është një problem estetik. A është mezoterapia më shumë një injeksion për lëkurën apo për vetvlerësimin? Për të dyja. Për të vlerësuar atë çka ne do ta kemi gjithë jetën tonë, lëkurën tonë. Pra, nëse një robë e ndrojmë vazhdimisht, lëkura është ajo veshje, ajo gun apo ai mantel që ne do ta kemi gjithë jetën tonë. Dhe absolutisht që të kujdesesh për lëkurën edhe nëpërmjet mezoterapisë është një vetvlerësim. Në një botë me filtra, a ka më vlerë fytyra e vërtet, fytyra reale? Të paçmueshme, do të thoja. Të paçmueshme. Si duke në mikroskop gjurmët e një depresioni në lëkurë? A ka trishtim dermatologjik? Nëse ne shikojmë lëkurën në mikroskop, derma jon shfaqet si një konstelacion. Ato fijet e kolagjenit dhe të elastinës janë sikur yjësi. Në momentin që fillojnë edhe varfërohen si pasojë e fotoplakjes, pra plakjes parakohshme apo dhe plakjes kronologjike, asaj që vjen me moshën, ky konstelacion fillon edhe shpërbëhet dhe ne do të shikojmë në mikroskop ato fijet e fibrat e kolagjenit dhe fijet e elastinës që janë
pra nuk formojnë më atë yjesin. Pra është një trishtim i bukur, do të thoja, ndonjëherë varet se si e shikon gjithmonë. Trishtim i bukur. A mund të zhduken rrudhat, Iva, por të mbesin traumat? Si i lexon një dermatolog historitë e pathëna? Atëherë, absolutisht, do më thënë nëpërmjet procedurave që ne zotrojmë sot, çdo rrudhë mund të zhduket, por kujtesa e rrudhës nuk mund të zhduket. Janë procedura në fakt që tek pacientët ka histori të ndryshme, do të thoja. Ka pacientë që fatkeqësisht janë të pakët, që thotë, shiko, mos mi hiq të gjitha rrudhat. Ka të tjerë që kërkojnë, shiko, dua të jem totalisht e shtrirë. Këtu pastaj futet dhe roli jon si profesionist, se çfarë këshillojmë ne, se deri ku mund të shkojmë ne pa dëmtuar shëndetin e lëkurës sonë. Iva, po nëse ka një ndjesi trishtimi, një ndjenjë lumturie, që pa diskutim ne i shprehim nëpërmjet mimikës sonë, apo jo, si mundet një fytyrë totalisht e shtrirë? Po ndaj unë them, e cila nuk përcjell asgjë, do të çaj. Si qanë? Edhe njerëzit që janë totalisht të shtrirë, qajnë, por thjesht nuk duken. Unë ndaj këshilloj gjithmonë që mos tentoni drejt zhdukjes absolute të çdo mimike dhe rrudhave. Ato janë pjesë e jona, janë njerëzore. Nuk mundet dot që një grua 40 vjeç të duket si 20 apo 25. Një grua 40 mund të duket 35, por jo 20. Pra ideja është ca shenja duhet të jenë në lëkurën tonë. Okej, Iva, mirë. Po epilimi i përhershëm, a ka ndonjë efekt, një efekt të vetëm negativ, a mund ta ketë? Një efekt të vetëm negativ. Jo, nuk ka asnjë efekt negativ nëse pacienti që është kandidat për tu epiluar nëpërmjet lazerit nuk ka asnjë lloj patologjie nga ato patologji që ne pyesim apo që i listojmë pacientit para se ta fusim në lazer. Lazeri është dritë, nuk është rreze, pra lazeri epilues. Pra nuk sjell asnjë, se kjo është ajo që shkakton lazeri tumor, jo. Nuk shkakton lazeri tumor, lazeri është dritë. Pra nuk është rreze që të ngacmoj gjëndra të ndryshme që mund të ndodhen në organizmin tonë, në trupin tonë. Por ka disa patologji kur lazeri mirë është të mos kryet. Atëherë pyetet pacienti dhe në momentin që pacienti është i shëndetshëm për të kryer epilimin lazerik, le të vazhdoj. Mirë. Sa të rrezikshme janë gabimet nga interneti në kujdesin e lëkurës? A ka raste të cilat kanë shkatruar jetën apo kanë sjellur problematika të mëdha vetëm nga një recetë apo nga këshillat virale që jepen lart e poshtë? Janë të rrezikshme në fakt, duhet thënë, edhe unë shikoj një trend gjithmonë në rritje të vajzave, sidomos po dhe të grave, që bëjnë këto konsultat me këto kompanitë që kanë këto webet e veta, apo këto, domethënë, dyqanet online, që bëjnë dhe këshillimin. Dhe unë në fakt kam pasur goxha pacientë me probleme në lëkurë, me probleme dhe të mëparshme, që tentojnë të japin zgjidhje me këto konsultat online, dhe ka probleme realisht. Këshilla ime është drejtoni tek profesionistët e lëkurës, absolutisht kur ka problematika në lëkurë, por dhe kur nuk ka problematika. Një profesionist i lëkurës e njeh lëkurën mirë. Një shitës i produkteve kozmetike nuk e njeh lëkurën në mënyrë që t'i martoj këto produkte siç duhet me lëkurën. Qartë. Ka vajza, Iva, që vinë në klinikë dhe thonë, dua këtë sepse e ka bërë shoqja ime, apo dua këtë sepse kështu do më pëlqente i dashuri. Ka, realisht. Me këto shpreha. Ka realisht që vinë me celularin dhe fotografin, shikoj dua buzët kështu. Apo kulmi ka qenë me një vajzë kur më vjen me një foto të një vajze tjetër të huaj, nuk e di se ç'ishte, komplet filtra në fytyrë. Tha, a ma bën dot fytyrën kështu? Me filtra. I thash, jo, nuk ta bëj dot, i thash, dhe askush nuk ta bën dot fytyrën kështu. Ti ke një fytyrë shumë të bukur siç e ke, ne mund ta mirëmbajmë, mund të ndryshojmë gjëra të vogla që ty mund të shqetësojnë, po kështu ti nuk bëhesh dot, sepse ky nuk është një ajo që është aty, nuk është kështu, i thash. Kështu që është ndikim shumë negativ, do të thoja, dhe duhet të flasim vazhdimisht dhe na takon ne që jemi, domethënë, profesionistët e lëkurës dhe ata që e ndërtojnë të bukurën në lëkurë deri diku, që të ndërgjegjësojmë, sidomos moshat e reja, se po bëhen gabime të mëdha dhe të rrezikshme. Unë mësimin e parë e marr duke parë fytyrën tënde. Pra, nëse dikush, një kliente do të jetë e kujdesshme,
pacienta, nuk e di si është termi sakt, do vi. Të dyja vlen. Okej, nëse vjen dhe të shikon fytyrën tënde dhe shikon çfarë ndryshimesh ke bërë ti, a ke prekur, a ke tjetërsuar, a ke zmadhuar, ajo duhet ta kuptoj fare mirë. Domethënë ti je për mua tabloja parë e mesazhet. Dhe besoj që kudo ku shkojmë, qoftë ke stomatologu, kudo, në të gjitha profesionet që ne kemi përballje. Në kuptimin e mirë të fjalës, e përdor imazhin tim, por e përdor në sensin që unë jam gjithmonë koherente dhe vërtet me ato që them. Pra, nëse të them që mos abuzo me fillerat, është sepse unë nuk e bëj vetë. Nëse të them që injeksionet e botoksit do më pëlqenin jo me atë pamjen e ngrirë totalisht, të paralizuar, do me thënë ndërmuskujt totalisht, e bëj dhe vetë. Nëse të them përdor këtë serum, apo bëj këtë skin booster, apo këtë mezoterapi se ka këto efekte, ato bëj dhe vetë. Pra në këtë mënyrë unë e përdor lëkurën time dhe imazhin tim. Shumë e lexueshme. A është qafa dhe duart një nga zonat më të neglizhuara dhe të shpirtit ton fizik? Më të neglizhuara po, do të thoja. Qafa dhe duart janë të neglizhuara dhe fatkeqësisht janë dy zona që mbartin të gjithë artin, shpirtin tek një grua, sidomos. Qafa dhe duart janë shumë të rëndësishme. Megjithatë do të thoja që vitet e fundit ka filluar një interes gjithmonë më i lartë ndaj trajtimeve në zonën e qafës dhe trajtimet në zonën e duarve. Akoma nuk janë ndërgjegjësuar, në përgjithësi kushtojnë rëndësi vetëm fytyrës, mirë po duke qenë se fytyra dhe qafa janë një, unë i shikoj si një gjithmonë dhe i trajtoj si një. Mirë po ka dhe procedura të tjera në mjekësinë estetike ku ti jo gjithmonë mund t'i trajtosh dot si një sepse kanë dhe kostot e veta. Dhe por mundohem ti edukoj dhe ti orientoj që sa herë që trajtohet fytyra, të paktën duhet trajtuar dhe qafa, nuk po zbres në dekolte, po të paktën dhe qafa, duke qenë dhe për vetë pozicionin e saj anatomik dhe llojin e lëkurës që është aty, duke qenë një lëkurë tejet e hollë dhe për staturën që ka, domethënë qafa është e gjatë dhe normalisht lëkura e hollë ka tendencën që të bjeri më shumë aty. Duart pastaj janë një çështje tjetër, ne me duart krijojmë, punojmë e shumë gjëra të tjera dhe domethënë duart janë akoma më në më të ekspozuara ndaj degradimit të lëkuror. Kaq shumë kremra, kaq shumë linja produktesh, edhe kaq shumë ndoshta edhe klinika që lindin, çelin, shpërthejnë dita e ditës. Çfarë nuk shkon Iva? Si duhet ta zbërthejmë këtë formulë? Kush nuk shkon në të vërtet? Çfarë është jo funksionale në këtë histori? Duke mos dashur ta nis nga profesioni jon, ka shumë gjëra që në këtë vendin ton nuk janë efikase dhe jo profesionale dhe nuk shkojnë siç duhet. Dhe absolutisht edhe domethënë edhe kjo fusha jon e estetikës apo e mjekësisë estetike është pre e gjithë kësaj amullie të madhe ku ne jetojmë, ku ne nuk kemi rregull, ku ne nuk kemi një distancë të përcaktuar dhe nuk vlen vetëm për klinikat estetike, vlen për farmacit, vlen për klinikat mjekësore, vlen për gjithçka tjetër. Pra, ne jetojmë në këtë vendin tonë që është ende në amulli, edhe pse po aspirojmë që të shkojmë drejt Europës dhe ka disa gjëra që vërtet duhen rregulluar. Dhe patjetër dhe fusha jon është ndër ato sektor që duhen sistemuar. Iva, beson se një ditë do t'i kthehemi naturalitetit apo mendon se kjo do të jetë tashmë, do të jetë një fraze e kohës shkuar? Po i kthehemi. Do ta shikoni? Dhe beson? Jo, e shikon po. Domethënë jo vetëm e besoj, edhe e mendoj duke u bazuar në fakte. Shumë mjek tashmë në rang global, por edhe në Shqipëri, po orientojnë drejt naturalitetit, pra drejt përkujdesjes dhe drejt naturalitetit, jo drejt ndryshimit apo ndërhyrjes së menjëhershme invazive, por drejt naturalitetit. Këtu dua të bëj një sqarim të vogël sepse sapo përmenden injeksionet, mendohet që janë injeksionet e botulinës apo injeksionet e fillerave. Jo, injeksione është edhe plazma, është dhe mezoterapia, pra të tërë ato ingredientë që ne folëm, edhe këto hynë te përkujdesi. Mirë, si duhet ja shpjegoj vajzës time, kam ende të vogël, momentin që unë kam bërë ndërhyrje kudo në trup, edhe ajo më thot, mami, po ne nuk ngjojmë fare. Pra nuk kemi tiparet, nuk e kemi fare të njëjta. Tani nga një anë ne përpiqemi që të injektojmë, të induktojmë tek fëmijët besim, tek vetja atyre, pra t'i rrisin vetë besimin dhe nga kahu tjetër, ne nuk kemi rahat apo kemi ndryshuar tërësisht individualitetin, personalitetin ton.
nuk e çfarë i shpjegon, sepse unë besoj fort që në të tilla raste, sikurse edhe në shumë raste tjera. Por mama është vetë modeli, në fakt. Të kuptoj, nuk e çfarë shpjegon, sepse ka shumë momente kur ne si prindër edukojmë me veprimet tona. Ti s'ke nevojë fare të flasësh në disa momente. Në një farë mënyrë e ke çedukuar. Okej. Në mjekësi, Iva, a ka hundë që flasin? Çfarë mund të tregojë forma e hundës për gjenet, karakterin dhe origjinën? Nuk kam dëgjuar që është personaliteti ynë hunda. Unë fokusohem gjithmonë tek syt në fakt. Hunda është diçka absolutisht një hundë e bukur që rri bukur në tërsinë e tipareve të fytyrës. Tregon për një fytyrë të bukur, të më thëmet i pare të bukura, po unë fokusohem gjithmonë tek syt, dhe tek mimikat që ato kanë. A mund të injektohet dashuria vërtet në buzë edhe pasi ato janë bërë shumë voluminoza? Kur buzët bëhen shumë voluminoze, pastaj aty nuk e çfarë injekton më fare, po unë do thoja që... A marrin ato dashurit vërtet? Shiko, dashuria e vërtet realisht nuk ka të bëjë me pamjen, si do t'jenë buzët, sepse mund t'jenë buzë të bukura, më pak të bukura, të fryra, apo të injektuara mirë, apo keq. Unë mendoj që dashuria e vërtet nuk ka të bëjë me buzët, por patjetër që një palë buzë të bëra mirë, do t'i shërbenin edhe dashurisë. Ku mund të shihoni 5 shqisat e tua? Në letërsi, në pikturë, në meditim? Në fotografi. Okej. Sa kushton me përafërsi, mirëmbajtje dhe kujdesi i fytyrës për një vit, relativisht, nëse do jepni një shifar? Do më thënë varet nga mosha, varet nga problematikat që ka, por absolutisht që të kujdesesh për lëkurën, kërkon një farë standardi. Okej, dhe së fundmi, Iva, çfarë do t'i thoni tani 2 djemve të tu, si mama, për të parë ato tek vajzat nesër, si duhet ta konceptojnë ato, çfarë duhet konsiderojnë ato të bukur, si duhet ta vlerësojnë vajzat që do kenë në krah. Si duhet jenë vajzat? Çfarë pyetje ke bërë ti tani? Për Alex edhe Andre, 2 djemtë e mi, përpiqem çdo ditë që t'i ofroj atyre modelin se si duhet jetë një vajzë, se si duhet jetë një grua, se si, do më thëmë nëpërmjet nënës së tyre. Por patjetër nëse do më kërkonin këshill, që nuk e di a do të ndodhi kjo gjë, në fakt, nëse do të më kërkonin këshill, patjetër që do t'i orientoja drejt naturalitetit, drejt mirësisë, drejt energjisë mirë. E di që janë fjalë shablon, por nuk ka nënë që nuk do donte një njeri të mirë, të bukur, ka fëmijës vet. Pastaj çdo situatë ka specifikat e veta, por realisht unë përpiqem t'u jap atyre modelin e një vajze, e një gruaje. Përpiqem t'ja jap çdo ditë modelin. Këtë mund të bëj unë, se me të thonë pastaj dhe me këshilla fëmijët e sotëm nuk të pyesin shumë, por të paktën i jep modelin. Absolutisht, shumë e drejtë, Iva. Të falenderoj shumë. Faleminderit që isha. Kënaqësi dhe për mua. Miq, kemi mbritur në fund. Natën e mirë.